Sionit Medicina, Spitali Amerikan. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Mirë se vini sërish në televizionin Apollon dhe faleminderit që vini sërish në emisionin Medicina. Ja pra ku takuam sërish në këtë puntat të dytë të këtij emisioni, si çdo të premte, këtu në studio kemi të pranishëm një mjek të specializuar në fushë të ndryshme të shëndetësisë. Së pari, pa nisur ende emisionin për të folur për sëmundje të ndryshme për sa i përket sëmundjeve ortopedike, do doja të falenderoja për zemërsisht sponsorin tonë General Spitalin Amerikan, i cili bën të mundur ardhjen e mjekëve të specializuar në studio. Sonte pikërisht do të flasim për sëmundje të ndryshme të cilët trajtohen nga ana ortopedike, pra që trajtohen nga mjek ortoped. Për këtë sonte kemi sërish të ftuar në studio doktor Elvis Sota. Doktor, përshëndetje, faleminderit që pranuat sërish ftesën të jeni sonte sërish me ne në studio. Atëherë, është një temë e gjerë, besoj të flitet për sa i përket ortopedisë, shërbimeve ortopedike që u jepen pacientëve që vijnë pranë Spitalit Amerikan apo kudo që ndodhen. Ishte kërkesa jonë, qofte dhe prania nga ana juaj për të folur sërish në këtë emision të dytë për sa i përket sëmundjeve ortopedike, pasi siç e vëmë re në emisionin e parë kishim jashtëzakonisht shumë telefonata që ju drejtonin pyetje dhe prisnin një përgjigje të drejtë për drejtë nga ju. Do mundohemi edhe një herë për aq mundësi se na jep minutazhi i emisionit të përgjigjemi pyetjeve të personave që janë të interesuar, të cilët kanë probleme ortopedike, plus përveç kësaj, domethënë ne jemi të gatshëm çdo ditë të ofrojmë shërbime ortopedike pranë Spitalit Amerikan. Shërbimet ortopedike, sëmundjet ortopedike janë shumë të gjera, përbën një masë. Përveç se frakturave, që janë domethënë më popullore, të cilat trajtohen nga mjekët ortoped, ka dhe plot sëmundje të tjera të cilat janë të lidhura me aparatin lëvizjes, dëmtime të kockave, dëmtime të muskujve, tendinave, të nervave periferik, e shumë sëmundje të tjera. Po. Pra, kjo do lidhej paksa me atë pyetjen e parë që unë do të drejtoja si fillim. Pra, a ka shumë sëmundje shëndetësore të cilat mund të trajtohen nga ana juaj si ortoped, pra mund të trajtohen në mënyrë ortopedike, në rrugë ortopedike? Po, ka, siç e thash pak më parë, shumë sëmundje, të cilat i numërova unë përpara, të cilat unë mund të numërohen domethënë me emrat e të gjitha sëmundjeve bashkë. Nuk e mbaj, me sa mbaj mëtë edhe në emisionin e kaluar fola që vendet e zhvilluara të përgjithësi Shtetet e Bashkuara ose në Evropën perëndimore, edhe vetë ortopedia që ka lindur si një nëndeg e kirurgjisë, për momentin është ndarë akoma më tepër në disa nëndeg të tjera. Për shembull, ortopedia e gjurit është një pavion, një departament më vete, ortopedia e dorës është një deg më vete, mikrokirurgjia që quhet për dëmtimin e tendinave, të indeve të buta, të nervave periferik, dhe ky është një departament më vete. Por ka edhe shumë sëmundje të tjera, të cilat janë të lidhura, në të cilat ortopedët zënë një vend, mund ta them, goxha të madh, por që bëhet kurimi në bashkëpunim me mjek të tjerë, siç janë sëmundjet reumatologjike, që është një grup shumë i madh sëmundjesh, të cilat prekin përveç artikulacioneve edhe organe të tjera dhe ende të tjera, ose sëmundje metabolike, sëmundjet e tiroideve, ose komplikacione që sjellin sëmundjet metabolike, siç është diabeti i sheqerit, në të cilat edhe ortopedi detyrimisht merr pjesë. Pra, domethënë ka edhe sëmundje të tilla si traumat apo frakturat të ndryshme mund të trajtohen në rrugë ortopedike, besoj. Po, traumat e frakturat janë të parat kryesore të cilat trajtohen nga ortopedët. Mund të flisnim paksa në përgjithësi cilët janë këto trauma apo frakturat të cilat mund të trajtohen nga një ortoped? Atëherë, nga ortopedët trajtohen të gjitha frakturat e të gjitha kockave të organizmit të njeriut. Me rritjen e teknologjisë, me rritjen e këtyre ndërtesave të mëdha, me rritjen e, si mund të them, teknologjisë të shtimin e automobilave, edhe traumat janë rritur, numri traumave janë rritur, është shtuar.
Kështu që pjesën më të madhe e zën trauma që vinë si pasojë e aksidenteve automobilistike, të cilat janë trauma që quhen të komplikuara sepse personi i cili pëson traumën mund të ketë disa fraktura, domethënë fraktura të disa kockave dhe në bazë pas një ekzaminimi të fillimit që i bëhet, vendoset një radhë për trajtimin e këtyre frakturave, duke filluar nga frakturat që mund të sjellin komplikacione më të mëdha, siç janë frakturat e kokës, frakturat e kolonës të vertebrave, frakturat e brinjve ose të pjesës së toraksit të kraharorit, dhe kalojnë si në plan të dytë frakturat e gjymtyrëve, të sipërme apo të poshtme. Në një farë radhe, por të gjitha frakturat trajtohen. Sot teknologjia ka avancuar shumë, mënyra për trajtimin e frakturave është gjithmonë shkohet me idenë për të bërë sa më pak invazive, sa më pak traumatike për pacientin, duke përdorur mënyra pak invazive, që quhen reponimet e mbyllura me fiksim të brendshëm intramedular ose reponimet të mbyllura me fiksim të fiksatorëve të jashtëm që quhen, e shumë mënyra të tjera për trajtimin e tyre. Bisedën do ta vazhdojmë gjatë gjithë kohës së këtij emisioni, por do doja në këtë moment të bënim një shkëputje të shkurtër publicitare për të falenderuar edhe sponsorat të cilët mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në studio, qëndroni me ne. Kurdoherë që doni të kontaktoni dikë, ne jemi dora juaj. 100 vite përvojë, duke bashkuar njerëz dhe duke i bërë të lumtur. Emocione që arrin me njëherë në zemër. Kudo, i shpejt, i sigurt, cilësor, ekonomik, deri në skajin e fundit. Nevojat tuaja na kanë rritur, besimi juaj na çon përpara, gjithmonë në shërbimin tuaj. Ne jemi Posta Shqiptare, një port plot mundësira. Të frekuentosh salonin e bukurisë Brunaldo, do të thotë të duash trupin tënd, të ndjesh të bukurën dhe elegancën. Trajtimet e fytyrës, flokut, duarve dhe këmbëve, gjithmonë me produktet më cilësore. Trajtim floku, prerje, krehje, stilim, rregullim nusesh, këndje estetikës, manikyr, mbushje me gjel, zgjatim me tipsa, zgjatim me letër, thonjë porcelani, pedikyr nga format më të njohura në Europë, maska për fytyrën nga firma Matis, tatuazhe vetullash, trajtim trupi kundër celulitit dhe më pas 30 minuta ushtrime në palestër. Saloni Brunaldo është licencuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale për kurse parukerie. Regjistrimet kanë filluar. Fustane nusërie dhe veshje intime të firmave Pierre Cardin dhe Lovely Girl. Saloni Brunaldo ndodhet në lagjen 11 janari, përballë QTU Fier. E pra të nderuar teleshikues, u rikthyem sërish në studio për të vazhduar bisedën tonë me mjekun që kemi të ftuar në studio. Atëherë flasim paksa për problemet e lindura. Cilët janë këto problemet e lindura të cilët trajtohen nga një mjek ortoped? Po, ortopedia pediatrike dhe ajo zë një vend goxha të madh me një numër shumë të madh sëmundjesh, të ashtu quhet sëmundjet kongjenitale, duke filluar që nga polidaktilia, numri më i madh i gishtave, sindaktilia është kur fëmijët e lindur me gishta të bashkuar, e shumë sëmundje të tjera, jo vetëm të skeletit, të kockave, por edhe shumë sëmundje, distrofi muskulore, të cilat janë si pasojë e problemeve gjatë fazës embrionale të zhvillimit të njeriut, plus që edhe sëmundje të trashëguara, domethënë mutacione që ndodhin në gjene gjatë formimit të embrionit. Statistika tregon që pjesën më të madhe sëmundjet që takojnë, që hasen më shpesh, është displazia e artikulacionit koksofemoral dhe
pjesë equinus varus që quhet, në gjuhën popullore domethënë një fëmijë që lind me këmbë të shtrëmta ose në gjuhën popullore quhet këmbë shtrëmbët. Do mundohem të ndalem pak të dyja këto për të krijuar një ide të përgjithshme, sepse të dyja këto sëmundje takohen hasen goxha shpesh dhe është shumë e rëndësishme diagnostikimi i hershëm i tyre, pasi diagnostikimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sjell në rezultate më të mira mbas trajtimit që i bëhet këtyre sëmundjeve. Displazia e artikulacionit coxofemoral, në radhë të parë doja të shpjegoj anatominë e artikulacionit coxofemoral, është e përbërë nga koka e femurit, si dhe nga folea e acetabulit, e cila në vetvete përbën bashkimin e 3 kockave të cilat formojnë acetabulin. Displazia e këtij artikulacioni nënkupton mos përputhjen e kokës së femurit me folen e acetabulit. Dhe në bazë të diagnostikimeve ka disa stade të kësaj sëmundje. Në radhë të parë është një zhvendosje e lehtë, që quhet displazi, pastaj nëse është akoma më e madhe, faza e dytë është subluksacioni, domethënë dalja, mos konfigurimi i këtyre dy pjesëve të artikulacionit, dhe stadi i tretë është luksacioni i plot i kokës së femurit nga folea e acetabulit. Fëmijët që lindin me këto probleme duhet të diagnostikohen që në javët e para pas lindjes. Pra është rëndësishme që të kapet në fazat e para të... Po, është shumë e rëndësishme që kjo të diagnostikohet në javët e para. Shenjat e para të cilat mund të krijojnë dyshime për një patologji të tillë është moslëvizja, moshapja komplet e të dy këmbëve tek fëmia, ose një matje me sy e gjatësisë të dy gjymtyrëve të poshtme të dyja këmbëve, nëse ka një disbalancë që është më e madhe se 1 centimetër, atëherë duhet të dyshohet për një patologji të tillë. Ose në bashkim të dy këmbëve, domethënë kur i mbajnë të dy këmbët pushitur, duhet parë niveli i artikulacionit të gjurit. Nëse ka një disnivel 1.5 deri në 2 cm, atëherë prapë mund të dyshohet për një patologji të tillë. Fëmijët lindin me një tonus muskulor që anon më shumë nga ana e fleksimit, domethënë edhe me këmbë dhe me duar të mbledhura, si mund ta themi. Dhe kjo domethënë të jep pak vështirësi në diagnostikimin e këtyre. Por unë ju këshilloj të gjithë prindërve që kanë fëmijë të vegjël ta bënin një veprim të tillë, domethënë të shikonin vëllimin e lëvizjeve në artikulacionet coxofemorale të fëmijëve të tyre, si dhe matjen, domethënë me sy të gjymtyrëve të poshtme në gjuhë edhe në shputën e këmbës. Trajtimi i këtyre Pra si mund të trajtohen këta fëmijë me probleme të tilla? Atëherë nëse faza e displazisë, në bazë të fazës dhe trajtimi ndryshon, por diagnostikimi i hershëm në radhë të parë fillohet trajtimi me mënyra konservative, që do thotë pa ndërhyrje kirurgjikale, pa operacion. Ka disa bandazhe, më popullori është bandazhi i Pavlik, ka marrë këtë emër nga personi i cili e ka modeluar për herë të parë. Është fiksimi i gjymtyrëve të poshtme në një pozicion të përshtatshëm komod për vetë artikulacionin, ku mbas këtij fiksimi koka e femurit konfigurohet në folen e acetabulit. Trajtimi është shumë i gjatë, mund të zëri nga disa muaj deri në disa vite, derisa fëmia të fillojë të ecë. Por nëse fillon në fazat e para, kur displazia nuk ka arritur akoma në një luksacion të artikulacionit, rezultatet janë shumë të mira. Sa përqind është arsyeja që ky fëmijë mund të shërohet plotësisht? Sa është përqindja e shërimit? Diagnostikimi i hershëm i fëmijës dhe një trajtim i mirë dhe një respektimi të gjitha këtyre rregullave për trajtimin e displazisë sjell në një rehabilitim 100% të artikulacionit coxofemoral.
Pra, do të thënë, faktori kryesor është që të kapet në fazat e hershme të saj. Pasi çon në një diagnostikim, pra në një kushërim 100%? Rastet të cilat diagnostikohen vonë, do të thënë në moshën 3-4 e më sipër, bëhet një tentativë për një kur konservative, do të thënë me fiksim, me imobilizim të artikulacioneve, me gipse ose me bandazhe të posaçëm, orteza që quhen. Në qoftë se ato nuk japin rezultat, atëherë bëhen ndërhyrje, ka disa lloj ndërhyrjesh në bazë të cilat varen se sa është i prishur ai konfigurimi i artikulacionit. Domethënë është thjesht një displazia, apo është një luksacion i plot i kokës femurit. Më të përhapurat në përgjithësi janë osteotomit, plastikat e pjesës së acetabulit, të cilat rrisin folen për kokën e femurit, ndërsa operacionet tjera që bëhen janë osteotomit e femurit në zonën nën qafën e femurit që quhet, me fiksimin e tyre me implant. Po në rast se kjo sëmundje kapet në një moshë për shembull 6 vjeçare të fëmijës, pasi fëmija diagnostikohet që fëmija ka lindur me këtë probleme, pra me këtë defekt. Sa përqind rrezikon që mund të bëhet një ndërhyrje kirurgjikale ose jo? Sa është? Në qoftë se fëmija ka lindur me një problem të tillë dhe nuk është diagnostikuar deri në moshën 6 vjeçare, rezultatet e trajtimit konservativ, domethënë pa operacion, janë përqindja e këtyre rezultateve shumë e ulët. Domethënë flitet për një operacion, domethënë gjëja e parë që duhet mendohet është operacioni. Por edhe vetë operacioni ka ato komplikacionet e veta, domethënë të mirat dhe të këqija dhe veta. Keni pas raste që kanë ardhur pranë spitalit amerikan fëmijë me probleme të tilla të lindura? Probleme të tilla në Shqipëri hasen jo shumë shpesh, por raste të tilla ka pasur. Për momentin janë 2 raste të cilat trajtohen në mënyrë konservative. Janë fëmijë të janë 2 raste konkrete që trajtohen. 2 raste konkrete që trajtohen me bandazh pavlik që sapo e përmenda. Për momentin e curia është e mirë. Shpresojmë që të arrijmë rezultatet që ne po mundohemi që edhe prindërit të jenë të kënaqur. Sigurta. Po frakturat tek fëmijët, sa e vështirë është të trajtohen këto? Frakturat e fëmijët kanë dhe ato veçantitë e tyre, pasi kockat tek fëmijët, po ta krahasosh me kockat e të rriturve, janë shumë më elastike. Rezervat e rigjenerimit tek fëmijët janë shumë herë më të mëdha se tek një i rritur. Prandaj edhe frakturat tek fëmijët shkaktohen më rrallë se të rritur. Për shembull, një traumë të cilën e pëson një fëmijë me të njëjtën traumë që pëson një të rritur, probabiliteti për të pësuar pra frakturë të një kocke është më e madhe tek një i rritur se tek një fëmijë. Por traumat e fëmijët mund të sjellin, domethënë, janë më të shpeshta luksacionet ose dalje e artikulacioneve. Tek fëmijët gjithmonë bëhet përpjekja për të bërë sa më pak invazive trajtimin e frakturave, që do të thotë në një reponim i mbyllur, një fiksim, imobilizim me allçi, ose fiksim në qoftë se përdoret mënyra operative, bëhet në një fiksim transkutan, do të thonë nëpërmjet pa e hapur vendin e frakturës, me anë të spicave Kirchner që quhen, edhe mundohet të eliminohet ose të ulet sa më shumë trajtimi me operacionet e kockat e fëmijët. Pasi siç e thash më përpara, rezervat e rigjenerimit tek fëmijët lejojnë një farë zhvendosje të vogël, domethënë pasi bëjnë reponimi i frakturës, në qoftë se tek një i rritur duhet bërë puthitje pothuajse 100%, tek fëmijët lejojnë një zhvendosje e vogël, pasi me kalimin e kohës, kocka rritet edhe vetë organizmi për arsye funksionale eliminon të zhvendosje. Po. Flasim paksa për tek
frakturat përsa i përket tek moshat e treta ose moshat e dyta. Cilët janë faktorët kryesorë ose faktorët e përgjithshëm ata që ndikojnë në pasin, kryesisht flasim përsa i përket artikulacionit, do ta diskutojmë edhe më vonë. Në dëmtimin e artikulacionit të gjurit, kush janë faktorët që mund të shkaktojnë dëmtimin e artikulacionit të gjurit? Atëherë, artikulacioni i gjurit është një nga artikulacionet më të prekura, si pasoj e ngarkesës së madhe që ai ka në jetën e përditshme të njeriut. Artikulacioni i gjurit është një artikulacion që nga vetë lëvizjet ka një vëllim lëvizjes shumë të madhe dhe është një nga artikulacionet, mund ta themi, më të ndërlikuara, pasi ai është i përbërë nga 3 kocka, Po. cilat janë tibia ose kocka e baqinit që quhet, është femuri dhe patela ose kjo kupa e gjurit që quhet. Stabilitetin e artikulacionit të gjurit ruhet nga ligamentet kolaterale anësore, të cilat janë 2, mediale dhe laterale, si dhe ligamentet kruçate që quhen të kryqëzuara, të cilat bëjnë të mundur stabilizimin e artikulacionit të gjurit për lëvizjet para mbrapa. Dëmtimet e artikulacionit të gjurit janë të shumta, mund të vinë si pasojë e traumave, sidomos tek sportistët, futbollistët janë nga më të prekurit. Ata janë më të prirët për t'i ndodhur problemet e artikulacionit të gjurit? Po, sportistët, pjesa më e madhe e tyre kanë probleme me artikulacionin pasi dëmtohet ligamentet e gjurit. Përveç kësaj, në artikulacionin e gjurit janë dhe ato të ashtu quajtura menisqe, është një ind kartilag kërcor, të cili bën të mundur lëvizjen e femurit me tibien, konfigurimin e këtyre. Dëmtimi i menisqeve është i shpesht, haset shpesht në jetën e përditshme, dhe diagnostikohet jo gjithmonë në kohën e duhur, edhe rezultatet e trajtimit, siç e thash edhe pak më përpara, sa më shpejt të bëhet diagnostikimi, aq më i mirë është janë rezultatet e trajtimit. Ose e them ndryshe që profilaktika, më mirë mos të dëmtohet, profilaktika është kurimi më i mirë i të gjitha këtyre traumave ose patologjive. Po faktori pesh a ndikon në dëmtimin e artikulacionit? Po, dhe faktori pesh ndikon, pasi njerëzit të cilët janë mbi pesh dhe që kanë një aktivitet, një profesion. A janë këta më të prirur, pra njerëzit me mbi pesh? Njerëzit me mbi pesh janë më të prirur për dëmtimet të kartilagëve të artikulacionit të gjurit. Pasi kartilagu është një ind kërcor që mbulon kockën, që bën të mundur rëshkitjen e padhimshme, pasi aty nuk ka qeliza nervore dhe ato nuk shkaktojnë. Dëmtimi i këtyre i kartilagëve në bazë të peshës sjell ato dhimbje, sëmundjet e osteoartrozës që quhen, të cilat me kalimin e kohës avancojnë dhe mund të jenë shumë të rrezikshme për vetë artikulacionin. Flasim pak sa edhe pse e përmendëm edhe pak më përpara, për sa i përket artikulacionit të gjurit, si mund të trajtohet kjo nga ana ortopedike? Atëherë, artikulacioni i gjurit në bazë të patologjive ka trajtim të veçantë. Traumat në përgjithësi, nëse trauma përbën vetëm dëmtim të indeve të buta, të ligamenteve, pa fraktura, trajtohet, nëse trauma është akute, është mirë që të trajtohet në mënyrë akute, do me thënë me një plastik të këtyre ligamenteve të dëmtuara. Po ashtu edhe menisjet në varësi të dëmtimit, varet se sa është i dëmtuar menisku, ose bëhet një plastik e këtyre menisjeve, ose bëhet thjesht heqja e këtyre menisjeve nga artikulacioni për të hequr dhimbjet nga artikulacioni. Problemi është që heqja e meniskut nga artikulacioni e bën atë menisk artikulacioni jo të shëndetshëm, pasi në organizmin e njeriu të gjitha gjërat kanë funksionin e vet, rolin e vet. Kështu që ato janë të domosdoshme. Problemet tjera për të trajtuar në gjuhë janë problemet e sëmundjeve reumatizmale ose e sëmundjes osteoartrozës që thash pak më para, në varësi të fazës
të kësaj sëmundje, se sa ka avancuar sëmundja, se sa është dëmtuar kartilagu, se sa janë dëmtuar ligamentet, apo vetë kockat se cila nga kockat e artikulacionit, në varësi të saj bëhet dhe trajtimi. Kohët e fundit është përhapur shumë protezimi i artikulacionit të gjurit, ndërrimi i sipërfaqeve artikulare të kockave që formojnë artikulacionin e gjurit nga implante ortopedik, të cilat kryejnë lëvizjen, vëllimi i lëvizjes është i njëjtë me një artikulacion të shëndosh, por nuk ka më dhimbje, domethënë anashkalohet ajo pjesa e dhimbjes të një artikulacioni të sëmurë. Po i quajmë kështu. Zëm rastin e një sportisti, në rast se ai do të ketë një dëmtim të artikulacionit të gjurit, është e mundur që pas një trajtimi ortopedik ose ndoshta kirurgjikal, gjë se sa do të jetë, varet ndoshta nga shkalla e zhvillimit të dëmtimit të artikulacionit të gjurit, a do të jetë ai në gjendje sërish të vazhdojë aktivitetin e tij sportiv? Atëherë të gjithë sportistët në përgjithësi, ligamentet që janë më të prekur janë ligamentet kruçate, që quhen të gjurit. Ato dëmtimet e tyre hasen më shpejt, më shpesh. Pjesa më e madhe e tyre trajtohen mjaft mirë me mënyra kirurgjikale dhe të gjitha këto dëmtime dhe të gjithë këta sportistë që kurohen, kryhet një intervent për plastikën e ligamenteve, pas një periudhe rehabilitimi të ligamenteve, mund të rikthehen sportit me një potencial mund ta quhet pothuajse 100% siç ka qenë. Doja të ndalesha pak këtu për trajtimin e plastikës të ligamenteve kruçat. Sot është e mundur, sot flitet në këto 10 vjeçarin e fundit në mënyra artroskopike, që quhet në ligamenti nuk hapet, incizionet janë shumë të vogla, janë 2 incizione nga 1 cm dhe me anë të aparaturave të cilat vendosen hynë në artikulacion, bëhet e mundur eliminimi i dëmtimit dhe fiksimi plastika, rivendosja e një ligamenti që mund të jetë autotransplantant, një tendinë e marrë nga trupi i pacientit ose një tendinë e rritur artificialisht në laborator. Në pjesën më të madhe përdoren autotransplantante, tendinat që u merren vetë atij personi, tendinë e një muskuli tjetër dhe fiksimi i tyre në të dyja kockat e artikulacionit, në tibia dhe në femur. Artroskopia, të mirat e artroskopisë janë sepse interventi kryhet, siç e thash pak më parë, me pak dëmtim të lëkurës, sepse edhe vetë operacioni është një traumë dhe ditën e operacionit, nëse të gjitha gjërat janë mirë, pacienti mund të dalë nga spitali, mund të jetë. Ndërsa koha e rehabilitimit për këtë ligament të ri, mund ta quajmë të gjurit, në varësi të shumë faktorëve të tjerë, po në përgjithësi pjesa më e madhe mbas një 6 mujori trajtimi e rehabilitimi mund të rikthehen sportit. Pak më parë përmendet që ortopedia trajton edhe sëmundjet reumatizmale. Si bëhet trajtimi i këtyre sëmundjeve nga ana ortopedike? Atëherë, sëmundjet reumatizmale zënë një pjesë goxha të madhe, janë dhe ato të shumë numërta. Sëmundjet reumatizmale janë sëmundje që mund të quajmë të indit lidhor, që përveç se dëmtimit të artikulacioneve, ato prekin edhe organe të tjera, siç janë zemrën, mëlçin ose janë disa sëmundje që njihen sindroma e Reuterit, të gjitha këto sëmundjet me mbiemrat e mjekëve të cilët i kanë studiuar ato për herë të parë, të cilët kanë bërë, si themi, faktimin e këtyre sëmundjeve. Ose siç është sindroma e Begjetit, e cila ka një triad që është dëmtimi i artikulacioneve, uretriti dhe konjunktiviti i syrit. Pra indit lidhor në të gjithë trupin preken nga këto sëmundje. Kështu që trajtimi i reumatizmës bëhet në radhë të parë nga mjekët reumatolog, në qoftë se ajo diagnostikohet shpejt në fazat e para, në qoftë se reumatizma ose sëmundjet e tjera, po e them të gjitha sëmundjet reumatizmale, diagnostikohen në një fazë të avancuar kur dëmtimi i artikulacioneve është shumë i madh, atëherë
në ndihmë të mjekut reumatolog vjen mjeku ortoped për trajtimin e këtyre Pra ka një problemeve. bashkëpunim besoj midis mjekut reumatolog dhe atij ortoped. Po, normal, trajtimin e kësaj trajtimi i sëmundje. reumatizmave fillon nga reumatologët dhe në qoftë se është e nevojshme, ndiqet nga ortopedi. Sërish, në këto momente do të shkëputemi për pak minuta publicitet për të falendëruar sërish e përsëri sponsorin tonë General Spitalin Amerikan, i cili bën të mundur ardhjen e mjekëve në studio, ndërkohë dhe Sallon Bukurie Brunaldo, e cila kujdeset për lukun tim. Ndjekim pak momente publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Të frekuentosh salonin e bukurisë Brunaldo, do të thotë të duash trupin tënd, të ndjesh të bukurën dhe elegancën. Trajtimet e fytyrës, flokut, duarve dhe këmbëve, gjithmonë me produktet më cilësore. Trajtim floku, prerje, krehje, stilim, rregullim nusesh, këndje estetikës, manikyr, mbushje me gjel, zgjatim me tipsa, zgjatim me letër, thonjë porcelani, pedikyr nga format më të njohura në Europë, maska për fytyrën nga firma Matis, tatuazhe vetullash, trajtim trupi kundër celulitit dhe më pas 30 minuta ushtrime në palestër. Salloni Brunaldo është licencuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale për kurse parukerie. Regjistrimet kanë filluar. Fustane nusërie dhe veshje intime të firmave Pierre Cardin dhe Lovely Girl. Salloni Brunaldo ndodhet në lagjen 11 janari, përballë QTU Fier. E pra ja kur rikthyem sërish në studio me mjekun që kemi të ftuar sonde në studio. Flasim paksa për sëmundjet kongenitale. Atëherë, siç e thash edhe pak më parë, numri i tyre është shumë i madh. Displazia koksofemorale që folëm pak më parë është më e përhapura. Një sëmundje tjetër për të cilën do kisha dëshirë të flisja është sëmundja që quhet e shputave të shtrëmta ose pes equinus, që quhet edhe kjo sëmundje vihet re tek fëmijët e sapo lindur. Vihet re një pozicionim i brendshëm i të dyja shputave ose në pjesën më të madhe të dyja shputave, pasi vihet re ndonjëherë dhe vetëm nga një anë. Por kjo është më rrallë. Kjo sëmundje, etiologjia është akoma e papërcaktuar, 100% vjen si pasojë e dëmtimeve gjatë zhvillimit të embrionit ose vjen bazë në një mutacioni ose ka disa studime që flasin edhe për trashëgimin e kësaj sëmundje. Diagnostikimi i hershëm, i shpejt, mund ta quajmë në periudhën e neonatëve, sjell dhe ajo, domethënë siç e thash pak më para, fillohet me një trajtim konservativ, i cili mund të japi rezultate shumë të mira. Vitet e fundit, një nga metodat që përdoret më shpesh në të 10 vjeçarin e fundit është një metodë e një mjeku dhe metoda ka marrë emrin e tij, domethënë metoda e Poncetit që quhet. Kjo mbase do ishte mirë domethënë të sqaroja pak edhe një herë anatominë e artikulacionit që është i prekur, artikulacioni talokrural, që përbëhet nga të dy kockat e baqinit, tibia dhe fibulën, dhe kocka talare që quhet, e cila është si e kapur nga të dyja anët me kockat e baqinit. Në patologjinë, kur kemi patologjinë pes equinus varus, kocka talare nuk ndodhet në vendin e vet në artikulacion dhe ka një zhvendosje, një luksacion të kësaj kocke. Kështu që në qoftë se diagnostikohet, dihet që siç e tham pak më para, të gjitha indet tek fëmijët janë shumë elastike. Kështu që mund të bëhet një vendosje e luksacionit e kockës talare në, mund ta themi kështu, një pirua, cili formojnë të dy kockat e baqinit dhe imobilizimi tyre me allçi. Mbasi bëhet kjo zhvendosje, sepse në pjesën talare është tendini i akilit të famshëm që quhet, për muskujt e prapshëm të baqinit, i cili në rastet me patologji është i kontraktuar dhe është paksa më i shkurtër se ç'duhet.
dhe mbas një imobilizimi të artikulacionit kryhet një ndërhyrje kirurgjikale shumë e vogël, nëpërmjet një incizioni shumë të vogël kryhet prerja e këtij tendini ose e ashtu quhet rakilotomi dhe fiksimi në pozicionin e përshtatshëm të artikulacionit. Mbas trajtimit, mbas i vjet 3 që rigjeneron tendina e akilit dhe kocka është e fiksuar në pozicion të përshtatshëm, fëmijës i vishet një ortezë, e ashtu quhetur, ku të dyja këmbët fiksohen me pak devijim nga ana laterale, që me kalimin e kohës, pasi rigjenerohen dhe fëmija fillon që të ngrihet, të zhvillohen muskujt e tij të gjymtyrëve të poshtme dhe fëmija fillon të ecë, me kalimin e kohës ky devijim lateral e sjell këmbën në pozicionin e duhur. Trajtimi është shumë i gjatë, mund të arrijë deri në 2 vjet, por statistika, rezultatet flasin për rezultate shumë të mira. Nuk do të lëm pas pa falenderuar gjithashtu edhe Postën Shqiptare. Kurdoherë që doni të kontaktoni dikë, ne jemi dora juaj. 100 vite përvojë, duke bashkuar njerëz dhe duke i bërë të lumtur. Emocione që arrin me njëherë në zemër. Kudo, i shpejt, i sigurt, cilësor, ekonomik, deri në skajin e fundit. Nevojat tuaja na kanë rritur, besimi juaj na çon përpara, gjithmonë në shërbimin tuaj. Ne jemi Posta Shqiptare, një port plot mundësira. E pra u rikthyem sërish në studio, pasi falenderuam përzemërsisht sponsorat që mundësojnë realizimin e këtij emisioni, pasi edhe ata nuk do t'i lëm pas pa falenderuar, pasi pa ata ne nuk mund të realizonim dot këtë emision, gjithashtu në bashkëpunim me televizionin Apollon. Doktor, flasim pak sa e lam biseden aty tek problemet e lindura tek fëmijët, prap tek problemet ortopedike tek fëmijët. Janë shumë probleme, janë shumë defekte të lindura tek fëmijët, të cilët janë shumë të rëndësishme pra të kapen në fazat e hershme, sepse rezultati besoj do të jetë 100%. Po, siç e tham edhe pak më para, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme të diagnostikohen në moshën e hershme. Pasi vetë organizmi i njeriut është i formuar në këtë mënyrë që i jep më shumë mundësi rigjenerimi për të korrigjuar këto dëmtime. Sëmundjet, fola pak më parë për 2 sëmundjet që hasen më shpesh, por ato janë një numër shumë i madh sëmundjesh. Përveç këtyre dëmtimeve të artikulacioneve dhe të kockave, ka dhe dëmtime muskulore, ka sëmundje të cilat janë të trashëguara ose sëmundjet gjenetike, mund të quaj kështu, domethënë mutacionet që ndodhin gjenetike me defektin e një geni të caktuar që është përgjegjës për një, siç janë sëmundja e Dushenit që quhet nga autori i cili e ka përshkruar për herë të parë këtë sëmundje. Sëmundje të tjera janë paralizat cerebrale, e cila dhe ajo sjell deformime dhe jetëgjatësia për fat keq e këtyre fëmijëve është shumë e ulët, pasi si fillim vihet re një probleme të skeletit, të muskujve të skeletit, të cilat më pas avancojnë në probleme të muskujve të diafragmës që sjellin dhe një insuficiencë respiratore dhe shkaktojnë vdekjen. Ndërkohë jemi dhe duke pritur telefonata tuaja për sa i përket në rast se ju do të keni pyetje për t'ia dëgjuar në mënyrë të drejtë për drejtë mjekut që kemi sonte të ftuar në studio. Numri i telefonit është i afishuar në cep të ekranit tuaj për 069 61 70 222. Ndërkohë jemi në pritje të telefonatave tuaja. Atëherë flasim pak sa për moshën e tretë. A është shumë e vështirë në rast tek moshat e tretë, në rast se do të kenë fraktura apo probleme të artikulacioneve, shumë e vështirë, dhe sa është përqindja për të arritur një rezultat të madh? Pra një rezultat të mirë ashtu siç do njëri
Atë në rast parë do ndalesh pak tek përqindja, është një pyetje goxha specifike kjo përqindja, pasi në mjekësi më shumë flitet me statistika, nuk flitet me përqindje, sepse asnjëherë e njëjta sëmundje apo e njëjta traumë nuk është e njëjtë. Edhe kur është e njëjta traumë dhe kurohet në të njëjtën mënyrë, jo gjithmonë rezultatet janë të njëjta, varet nga shumë faktorë. Si Atëherë, më falë që po të ndërpres, pasi me njëherë më rrinë telefonata e parë në studio. Alo, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Për fatë keq, telefonata nuk dëgjohet mirë në studio. Regjia, ju lutem, telefonata nuk dëgjohet mirë në studio. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Edhe një herë ju lutem, para 5-6 vjetës, çfarë problemi keni pas? Me shkëputur një kohë në gjuhë. Një kohë. Keni pas një shkëputje në pjesën e artikulacionit të gjurit të një kockeje? Po? Më ka thënë për operacion. Po? Dhe edhe ka problem, edhe s'ka problem. Zotëri, më përpara, a keni pas në një trajtim ortopedik ose në një trajtim kirurgjikal nuk keni bërë? Jo. Trajtim ortopedik keni bërë? Keni kryer? Jo. Probleme pas 6 vitesh, a keni probleme në artikulacionin e gjurit? Keni dhimbje të gjurit? Më falni, ju ecni e përdorni këmbën? Keni dhimbje gjatë ecjes? Kur ka lodhje të këmbës, ka dhimbje. Faleminderit për telefonatën, ndërkohë prisni përgjigjen e doktorit se çfarë do t'ju thojë ai. Atëherë, përgjigja do të jetë shumë e kufizuar, pasi edhe informacioni që mora është shumë i kufizuar. Dëmtimi i një kocke, sipas fjalëve të pacientit, dëmtim i një kocke të artikulacionit të gjurit. Në bazë të dëmtimi i një kocke nuk kupton, me sa kupton, një frakturë. Po. Para 6 vjetësh i para 6 vjetësh. Rigjenerimi i kockës ndodh më shpejt, nëse fraktura ka ndodhur, ajo domethënë pas 6 vjetësh kocka është konsoliduar. Problemi është se në ç'është pozicion është konsoliduar dhe kjo duhet parë. Më bën përshtypje që në këto 6 vjet pacienti nuk është drejtuar asnjëherë tek asnjë mjek ortoped për të parë problemet e gjurit, kështu që do ishte mirë një konsult e ortopedit për ta parë më afër dhe më hollësisht problemin e tij. Po, zotëri, mund të paraqiteni çdo ditë pranë Spitalit Amerikan, aty keni të pranishëm doktorin që kemi të ftuar sonte në studio. Atëherë një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Alo. Alo, mirëmbrëma. Edhe një herë ju lutem zonjë. Atëherë telefonata u shkëput, ndërkohë që ne jemi në pritje të telefonatave të tjera, pasi jemi në një transmetim të drejtë për drejtë dhe mund të ndodhin edhe defekte të tilla. Po flisim për problemet, pra për artikulacionin e moshës së tretë, në dëmtimet e artikulacionit të gjurit, sidomos tek mosha e tretë, pra si ishin statistikat, sa ishte përqindja, sa rezultate të mira mund të kishte pas një trajtimi ortopedik ose ndoshta edhe kirurgjikal. Okej, atëre njerëzit e moshës së tretë të moshuarit, kocka, periudha e zhvillimit të kockës, nga ato që folëm pak më para tek fëmijët, në moshën e tretë, ajo humbet elasticitetin e saj, kockat përbërja minerale e saj rritet, kështu që bëhet më pak elastike dhe më e thyeshme mund ta quaj kështu.
Kështu që dëmtimet e tyre vijnë nga trauma më pak të konsiderueshme dhe trajtimi bëhet goxha më i vështirë. Po. Atëherë një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe uroj të pensione. Faleminderit. Jemi një Stefan Azora. Po? Kemi dhimbje të gjurit në këmbën e malë. Po? Kur e të shkrim këmbën, e pa shumë të rësty, dhe të mundet të apapetoj, jemi dhimbje të gjurit. Atëherë, kur e mbani këmbën të përthyer, ndjeni dhimbje të gjurit. Kur ju kanë filluar këto dhimbje? Para 2-3 vjetë. Para 2-3 vjetësh. Po. Jeni drejtuar ndonjëherë tek ndonjë mjek ortoped? Nga një dramatisme dhe nuk e vazhdacionat. Pra nuk jeni drejtuar asnjëherë pranë një mjeku ortoped për të parë një për të marrë një konsultë. Jo. Në mos gaboj të bëj një pyetje, çfarë moshe keni? 54 vjeç. 54 vjeç. Dhe zotëria ka problem të artikulacionit të gjurit të këmbës së djathtë, sidomos në momentin kur ka një përthyerje. Okej, atëre siç e thash pak më para, që artikulacioni i gjurit përveç kockave ka disa ligamente të cilat sjellin stabilitetin, stabilizimin e këtij artikulacioni. Dhe dhimbjet në gjuhë mund të shkaktohen si pasojë e dëmtimit ose të kockave që formojnë artikulacionin ose të këtyre ligamenteve që formojnë artikulacionin. Për të folur më me hollësi për këtë problem, duhet bërë një ekzaminim ortopedik i gjurit dhe në qoftë se do jetë e nevojshme edhe një ekzaminim me aparaturë duke filluar që nga grafia, mase do duhet ndihma e ndonjë skaneri ose ndonjë rezonancë magnetike për të parë më hollësisht se ku qëndron problemi i zotërisë. Po, zotëri, mund të paraqiteni pra çdo ditë pranë Spitalit Amerikan. Aty keni mjek të specializuar, një staf i specializuar që mund të mirëpresim. Po flisnim pra për moshat e treta, për sa i përket dëmtimit të artikulacioneve tek moshat e treta. Kështu që frakturat në moshat e treta, periudha e konsolidimit të frakturave nëse tek fëmijët është shumë e vogël, tek moshat e treta është shumë e madhe. Kështu që kohët e fundit po ortopedia është munduar që të ketë mënyra trajtimi. Atëherë më fal që do ju ndërpres sërish, pasi telefonatat janë të shumta në numër. Alo, mirëmbrëma. 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 Një pyetje për doktorin. Patjetër. Ka mama, i dam të shpinën shumë, pas sa kohë mori një kur. Atëherë edhe një herë ju lutem, keni nënën? I lutem. Dhimbje mesi? Po. Aha. Në fund të shpinës. Po, në fund të shpinës. Për sa kohë zgjat kjo dhimbja? Ka pasur ka 10 ditë dhimbje të vazhdueshme, pasi për të ndonjëherë nuk duhet tani ka filluar të bëj. Atëherë ka nënën ka me dhimbje mesi. Në mos gaboj? Po. Atëherë dhimbjet e mesit janë dhe ato shumë të përhapura. Ndërkohë faleminderit për telefonatën. Do mundohem shkurtimisht t'i përgjigjem. Dhimbjet e mesit shkaktohen nga shumë faktor, pasi vetë kolona, shtylla kurizore, vertebrat janë shumë kocka dhe nëpërmjet këtyre kockave ka shumë ligamente dhe përveç kësaj që nga shtylla kurizore marrin fillimin nervat periferik të cilët i nervojnë të gjitha gjymtyrët të sipërme dhe të poshtme. Kështu që për të parë se nga vjen një dhimbje e mesit, ajo mund të jetë si pasojë dëmtimeve të skeletit, të vertebrave, mund të vi si pasojë dëmtimeve të ligamenteve, mund të vi si pasojë e dëmtimeve të muskujve mund t'i quaj kështu të vegjël që janë midis vertebrave, si dhe muskujve të shpinës, që bëjnë të mundur stabilizimin e kolonës vertebrale. Për një diagnostikim të mirëfillt të tyre, është e nevojshme së pari ekzaminimi ortopedik me testet klinike që përdoren dhe nëse do jetë e nevojshme edhe në një mënyrë nga teknologjitë që përdoren si skaneri ose rezonanca magnetike.
pasi këto dhimbje mund të shkaktohen edhe përveç arsyeve që përmenda më lart, është dhe një patologji shumë e përhapur, hernia diskale, e cila është një zhvendosje e artikulacionit midis vertebrave intervertebral dhe devijimi, zhvendosja e pjesës së këtij artikulacioni në anën e shtyllës kurrizore e vetë vertebrës sjell dëmtimin e nervave. Dhe kjo sjell ato radikulopatit, ato bllokimet që shkaktojnë dhimbje dhe shqetësojnë pacientët. Kështu që do t'i sugjeroja një konsult ortopedike. Atëherë një telefonat tjetër ka mbërritur në studio. Alo, mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Faleminderit. Përshëndetje në televizionin Apollo. Faleminderit. Jam nga Vlora. Faleminderit, Vlora. Gjithë të rejtë të Apollo, dhe të këtë doktori. Dhe një doktori. Po. Ka nësë, vuan nga nësë këtë. Edhe një herë ju lutem, përsëriteni edhe një herë? Në dëgjoj. Alo. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Ka nësë. Edhe vuan nga gjithë në kuadre, e pasu nga kuonata. Lasë në gjithë në këllë, që dhe më të nësë një dhe poshtë. Gjitha, dhe se gjitha dhe këllë, dhe gjitha betore, po në kuonata e gjitha dhe vojtë të këllë. Dhe kjo doktori, Nuk po e kuptoj pyetjen. Atëherë, edhe njerë, zotëri, keni bashkëshortën tuaj që vuan nga dhimbjet e pjesës së poshtme të artikulacionit, të këmbës, pra dhimbjet e gjunjëve. Ndërkohë, në mos gaboj dhe dhimbja e shtyllës kurrizore, pra e ruazave. Atëherë, vazhdon zonja të ketë ende dhimbje. Edhe njëherë, vazhdon t'i ketë sërish këto dhimbje? Dhe është drejtuar pra një ortopedi ose reumatologu ndoshta për të marrë një më tepër një konsult? Po? Dhe vazhdon ende me probleme të tilla edhe pse keni vajtur pranë një reumatologu apo pranë një ortopedi? Ku jeni drejtuar? Unë jam drejtuar te ortopedi. Pra një ortopedi? Në Vlorë. Gjendja është njësoj? Gjendja është e mirë, pra është përmirësuar? Po. Tani mund të ditë me doktorin atia kisha theka, atia sila ta shkojmë. Doni ju dëshironi të keshit një takim, pra një konsult me mjekun? Po, patjetër. Atëherë, doktori mund t'i përgjigjet vetë? Atëherë, si që thamë, mund të drejtojni çdo ditë nga ora 8 deri në orën 16 pranë Spitalit Amerikan në Fier. Aty doktori është i pranishëm, çdo ditë, nga ora 8 deri në orën 16 pranë Spitalit Amerikan. Jeni të mirëpritur. Faleminderit ju për telefonatën dhe faleminderit që na shihni edhe në Vlorë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, telefonatat janë të shumta pasi dreshtrirja e televizionit Apollon është shumë e gjerë. Duke ju falenderuar juve përzemërsisht pasi minutazhi i emisionit tonë erdhi fundi, duke falenderuar sërish që pranuat të vinit sërish në emision. Këtu erdhi fundi i emisionit. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësia dhe jona, duke ju falenderuar dhe ju të nderuar teleshikues që ndenjët me ne për gjatë gjithë këtij minutazhi të emisionit, duke falenderuar dhe të gjithë telefonuesit që morën në telefon, edhe pse disa prej tyre nuk arritën të telefononin pasi telefonatat besoj kanë qenë të shumta dhe ne jemi në një transmetim të drejtë për drejtë dhe janë gjëra që mund të ndodhin. Bashkë do të rishihemi sërish të premten e ardhshëm. Deri atëherë shikim të këndshëm të televizionit Apollon. Mirupafshim. I emisionit Medicina, Spitali Amerikan.
Temperatura mesatare vjetore është